Mirëmëngjes, ju vjen tani nga kuzhina bashkë me Katerinën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Faleminderit gjithashtu edhe për ty. Faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftoj këtu tek Andioni Gatimit për të parë receta që do përcjellim për juve sot dhe çfarë do të sjellim për juve. Do të bëjmë kungulleshka të vogla, të cilat do t'i mbushim me jo me mish, jo vetëm me oriz, por do kemi dhe thjerza. Pra, ndryshe nga ato, si thuash, kungulleshkat që i mbushim me mish të grirë, me oriz, i bëjmë një salsë të hollë, do me thënë një salsë të hollë bechamel, ose krem, si mund të themi ndryshe, por do të asidin me një salsë që do të bëjmë me lëng limoni, lëng portokalli, me ujë dhe me këto erëzat e tjera. Do të tregojmë mënyrën se si bëhet pak më vonë. Neve këto përbërësit janë shumë të thjeshtë, thjerza, oriz, majdanoz, kopë për qep, pjesa e brendshme e kungullit që do të dali në momentin që do të heqim kripi piper, do të kemi limon, lëng portokalli, vaj. Këto janë dhe përbërësi që do të na duhen sigurisht edhe ujë. Një recetë e thjeshtë, e shpejtë, e shijshme, e shëndetshme, edhe dietike mund të them për ata që kanë probleme me shëndetin, por jo vetëm ata që duan të mbajnë një shëndet të mirë. Atëherë, për recetë të dytën, neve sot do të bëjmë edhe speca, të cilat siç e shikoni kanë përzgjedhur jo ato specat e mëdhaja, pak si në më të vogla në madhësi, sepse janë më të shijshme faktikisht, me thënë të drejtën, të cilat i kanë prerë siç e shikoni në mes, i kanë pastruar nga pjesa e farzave dhe i kam kështu gati tani për ti i bëjmë një skuqje të lehtë fillimisht dhe më mbrapa pastaj do të bëjmë një krem që do të bëhet me një vezë, me kos, me një lugë miell, i përzijem të gjitha bashkë, pasi kemi skuqur speca, ja hedhim lart e bëhet një fërkesë shumë e mirë. Me kripi piper sigurisht patjetër që do të duhet. Shumë e shijshme më duket edhe kjo recetë. Sipas dëshirës mund të shtoni pak djathë të bardhë, por edhe veç se me kos edhe me ashtu me kremin e kosit është shumë mirë dhe bëhen speca shumë të mira, shumë të shijshme për ta ngjyrë me çap. Nëse doni mund të shtoni në një hudhër të grirë hollë. I shkon. Nëse doni, nëse është shumë mund ta lëni kështu se si unë ju them. Po tjetër? Tjetër është më kujtuan ato pitet që bënim kur shkonim në ekskursion. Gëzimi jonë më i madh kur kemi qenë fëmijë kanë qenë këto pite. Se këto merrni me veten neve edhe ndonjë kokër vezë, ndonjë kokër ulli, pak djathë, ndonjë qep të njomë, sepse gjithmonë para vesh shkonim në ekskursion. Edhe gëzimi më i madh ishte kur bënim këto pitet. Pra pitet të cilat sigurisht edhe Anvisa din, sidomos moshës tonë, i din shumë mirë këto lloj pite, të cilat bëhen me kos, me vezë, pak vaj brenda dhe me miell edhe sod. Pra këto janë pitet të cilat bëhet do me thënë një brumë dhe i pjekim në tigan. Bukurie, do i tregojmë më mbrapa. Të thjeshta janë si recetë. Të thjeshta po të shijshme. Po, të shijshme edhe na sjellin nostalgji, na sjellin shije, na sjellin dietike. Të gjitha bashkë, të gjitha bashkë, por më tepër që kemi përpara fundjavën. Na sjellin nga puna e Anilës, shikoni se sa të mirë që e kam sot. Unë ndrim këtu në studio. Faleminderit. Edhe kur ndrin Anila, edhe unë kënaqem, do me thënë, edhe ndihem dhe unë akoma edhe më mirë. Ju kam thënë gjithmonë që nëse na dalin mirë gatimet është merita jote, Anila. Nëse e kemi në qikëshu, kemi 3 receta, 2 ndër të cilat po i quajmë të thjeshta, fërgesën edhe pitet, kemi përpara fundjavën dhe pitet mund t'i bëni dhe për mëngjesin e së shtunës ose të dielës, dhe një vak të plotë siç është ajo e kungujve që sot do të vinë të mbushura ndryshe me thjerza, me oriz, me qep. Mua më duken të gjitha interesante për t'u parë, për t'u shijuar, kështu që fillojmë me një herë nga puna. Këta janë kungujt, mundoni t'i zgjidhni, domethënë kështu si kam zgjedhur unë në masa të barabarta, i hapim brenda, domethënë nëse keni këtë si thua të mjetin, hapin shumë kollaj, nëse s'keni me majën e thikës do t'i rumbullak derisa të vini në momentin e fundit që i keni hapur plotësisht. Atëherë do t'tregojmë dhe unë kam mbajtur një këtu për të treguar, por fillimisht me qenë se bëhen, domethënë këto duhet bërë kjo gërvishja kështu. Dhe pse bëhet, po, sepse këto i ndihmon që të piqet të hyjë, domethënë lëngu në brendësi, edhe të piqen, se ndryshe e dim që kjo është shumë e ashpër, edhe nuk e ndihmon domethënë që të na zien kollaj. Interesante. Ja, më thamë edhe një sekret pra kur gatuajmë kunguj në fut. Edhe tjetra, shiko, është mirë që t'i kemi në masa të barabarta dhe i masë. Që të ngjajnë dhe bukur. Po të ngjajnë dhe bukur edhe në pjatë dhe në servirje. Nuk i hedhim poshtë, sigurisht që ose i hedhim këtu brenda, domethënë tek pjesa e mbushjes, ose i mbajmë dhe nëse i kemi kunguj të cilat janë më të mëdha, i mbledhim, i mbajmë dhe i përdorim në një turli. Asgjë nuk hedhim poshtë. Jo, asgjë nuk hedhim poshtë, e bëjmë një turli. Dhe tani me këtë mjetin është shumë e thjeshtë, domethënë që
E nxjerrim. Po. Kjo është pjesa e mbushjes. Të cilën e përdorim për... E përdorim këtu, e grim. Po. E grim. Po. Këto i tani kemi gati. Ta bëjmë edhe këtë. Grillin. Unë faktikisht e kam bërë në rende, por s'ka problem. Ska që kungulli është shumë i lehtë në gatim. Shumë i lehtë dhe s'ka nevojë, domethënë që të preti më të fare. Ja kështu. E shtojmë edhe këtë brenda këtu. Tjetra tani. Çfarë kemi tjetër? Që duhet të thotë, duhet të bëjmë një pastrim të duarve këtu. E ta mbaj pecetën time këtu. Për të filluar dhe për të bashkuar tani përbërësit që neve kemi. Pra, kemi thjerëzat të cilat ose i lëm në ujë, do me thëmë për 2-3 orë që ato të, si tu është, të zbuten, ose i japim një valë të lehtë, thjesht një valë të lehtë. E kuptaj. Edhe i kemi gati, i kullojmë, nuk do t'i zjem, thjesht një valë, do me thëmë, sa të marri një valë dhe i heqim direkt. Okej. Cilat nga thjerëzat ke përdorur ti këtu, sepse të uta na vjen me variante të ndryshme? Kam përdorur unë. Këto jeshilet. Tani, këtu kemi me radhë, i hedhim gjithë përbërësit. Pra kemi thjerëzat, kemi erëzat, kopër dhe majdanoz. Ne kemi përdorur këto thjerëzat jeshile, por keni edhe thjerëzat kokër vogël, që vinë edhe në një ngjyrë më të kuqe, në logon e të utës. Atëre hedhim, pra hodhëm thjerëzat, hodhëm kopër majdanoz, shtojmë qepën, i shtoj edhe në mënyrë, do me thënë, në ngjyra të ndryshme. Tani që të më vi kjo ngjyra tjetër, hedhim pjesën e brendshme të kungullit, gjë që nuk na... Dhe hedhim dhe orizin. Nëse, do me thënë, kjo pjesa e mbushjes, mund të bëjmë edhe një bazë në pjesën e tiganit, ose hedhim në momentin e fundit. Nuk është e thënë se duhet që me dojë mos të mbushen komplet kungujt. Nëse duam të bëjmë pak më tepër, kjo është ideja. Në rast të kundër, bëjmë më pak mbushje. Por ne, si që shikoni, kemi bërë goxha më tepër, se sa për kungujt. Tani, që mos të bëjtë bërtpis, do të hedhim krip, do të hedhim piper, edhe vaj. Vajnë, mund të përdorni këtë vaj në fillim fare dhe në fund fare, mund të shërbeni, do me thënë, duke shtuar 2 lugë vaj ulliri, nëse doni, për t'i dhënë një ekstra shije dhe për të marrë dhe ato vlerat ushqimore të vaj të ullirit. Por e filloni me këtë vaj, një vaj të zakonshëm. Ti është një përzierje duan, shumë e thjeshtë si recet, fillojmë dhe pasi kemi përzierë kështu të gjitha bashkë, i bëjmë një mbushje. Pra, nuk do gatuajmë asgjë, është një mbushje që nuk do gatuhet për para. Jo, kështu si që janë, prandaj themi edhe të shëndeshme dhe dietike, Anila, po urdhërfol. Jo, do me thënë edhe kungujt nuk do vendosen për para në furr, apo të bëjmë një pjekje para bëjt në tenxhere. E gjitha, aty fillon, mbaron, mbushen dhe pastaj vendosen në tenxhere. Po. Okej. Ofrojmë tenxheren që duke i mbushur dhe duke vendosur brenda. Ja ta kemi këtu direkt. Okej. Do t'i hedh pakës. Vaj. Dhe fillojmë dhe i mbushim. Aq sa të marrin, tani nuk është se... Po. Tjetra, do pres një kungull. Po. Që të... Atëherë, Anila, kam një lugë të kafes, diku në cep. Ati që kam gjezven time, kam një lugë të kafes, faleminderit. Të lutë. Sepse me atë mbushen më mirë faktikisht. Urdhëra. Faleminderit. E ndihmojmë, do me thënë, që të hyrë në brëndësi. Po. Jo të ngjeshen shumë, edhe madje më mirë me këto, janë çik si bela në fillim fare që të mbushen. Sa të mbushen. Por problemi është që bëhen shumë të mira. Tani do t'i vendosim këtu. Në tenxhere. Në tenxhere, kështu në radhë. Ajo që do ngelet, unë do t'a hedhë brenda këtë masë, nuk është se do t'a... Ja shtojmë pa, e kuptaj. Edhe në pjesën e hapur të kësaj, do të shtoj pak limon. Një copës limon. Në çdo pjesë kungulli? Po, në këto të dalat këtu. Ajo që mos dalë mbushja, apo edhe për shije, edhe për të mbrojtur? Edhe për shije, edhe për të mbrojtur. Mund të banim ka pak nga këto të kungullit, por edhe për shije, është më mirë, është ajo e shijes, sepse ne do ta bëjmë dhe me lëng limoni. Lëng limoni, lëng portokalli. Për të bërë atë salcën që na the në fillim. Po, dhe me atë do ta hedhim që të na zihen. Mirë, ndërkohë që Kati vazhdon mbush edhe kungujt e tjerë, meqense është një po mund të bësh leximin e recetave, mund të bësh dhe prezantimin e këto, do me thënë, sponsorizve
Ti bëj? Po, sepse ja e tregua mënyrën se si bëj dhe unë do vazhdoj punën. Të parat njësoj do bëhen gjithë të tjerët. Tani, ju e parat që ne nisëm me gatimet dhe gjatë kohës që fillojmë edhe gatuajmë, shikoni edhe çfarë kati kap me duar edhe përdor në gatim. Dhe në përgatitjen e këtyre kungujve kemi zgjedhur nga kompania Tauta si thjerëzat kokërmadhe jeshile, ashtu edhe orizin, pra përgjithsisht gatimet e mbushura duan edhe orizi gold. Në këtë rast besoj se ai orizi për çdo përdorim do të ishte mjaftueshëm për të ja bashkangjitur kësaj recete, por sigurisht nëse doni të shkëlqeni në risottot, në pilafin tradicional, në ato gatimet me oriz pak më moderne etj, keni dhe variante të tjera shumë të shijshme dhe cilësore. Ja ku i kemi tani si carnaroli, arborio, ndërkohë kemi edhe orizin basmati që është po aq interesant në gatim. Kështu që provojini dhe me siguri do të mbeteni po aq të kënaqur sa ne këtu. Tjetër gjë, do bëjmë pite sot, pite me miell sigurisht, me miellin për çdo përdorim, me miellin me paketimin blu, miellin Ola nga kompania Atlas, që është zgjidhës i të gjitha recetave tona që kanë miell. Nëse do bëni pica me që kemi përpara fundjavës, sigurisht do zgjidhni miellin për pica për të ndjerë si një shef në kuzhinën tuaj, e nëse do të bëni ndonjë bukë, pse jo me miellin e thekrës, po ndonjë ëmbëlsirë, ndonjë kek fundjave me miellin farinaps do t'ishte keq, ka brenda edhe aromën edhe pluhurin fryrës dhe kështu nuk do ingredient të tjerë me njëherë i jepni atë aromën e ëmbël shtëpisë tuaj që fundjava e ka të nevojshme. E sigurisht që do të na duhen edhe vezët në shumë prej gatimeve tona, ashtu si në fërgesën që do të bëjmë sot, po unë përmenda pak edhe ëmbëlsirat ku veza është e domosdoshme, po pse jo dhe një vakt mëngjesi me një kokër vezë vital do të ishte mënyra më e mirë për të nisur ditën me cilësi në 4 stin. Dhe këto pitet mund të shijoni jo vetëm ashtu, jo vetëm me një copës djathtë, po dhe me një salçiçe vudi nuk do ishte keq, do të ishte mëngjesi i duhur i fundjavës, i së shtunës apo i së dielës, ku ne preferojmë ta përkëdhelim pak më shumë familjen, apo jo Kati, ti bëjmë ca petulla, disa pite, ndonjë krep, me një salçiçe vudi ashtu të ngrohur pak dhe jemi në rregull për të shijuar një vakt të këndshëm me njëri tjetrin plot dashuri në shtëpi. Atëre, Anila mbarove? Nuk të ndërpres besoj. Jo, s'më ndërpreve. Nuk kam lexuar recetat, po s'ka gjë, se s'kemi shumë përbërës. Thjesht dua të tregoj. Vazhdo ti se është më e rëndësishme kjo jotja. Atëre, të falenderit. Ndërkohë të dashur Anvisa, unë e hoqa, sepse dua më mirë që të më qëndrojnë kunguj, do me thënë kështu të lezetshëm lart, prandaj e hoqa këtë pjesën që më ngeli, siç e shikoni, i bëra një bazë. Okej. Këtu në fund fare. Dhe mbi ato do i vendosim. Edhe mbi këto tani do vendosin kungujt. Shumë mirë. Është e mendova se do të jetë më bukur kështu. Jo vetëm më bukur, por kur i mbushim nuk ka llogarisim dot sa mbushje do na mbes. Kështu që më mirë i mbushim i lëm veç. Edhe tjetra, me thënë të drejtën, ka shumë që duan, do me thënë të shijojnë dhe pak nga mbushja më tepër se sa veç se një kungull dhe dy kunguj. Duam dhe pak më tepër. Kështu që është mirë që të bëjmë edhe pak më shumë mbushje. Okej. Vendosim edhe këtë të fundit. Edhe na mbush tigani fixt. Në rregull. Ta afrojmë një më këtej. Okej, në rregull. Tani, këtu kam portokalla dhe limon. Dhe limon, po. Do presë nga kjo ekstra limoni që e kam pa me këshu, pjesën e lëkurës, që do të tregoj, do me thënë, për të bërë ca kapak të ngrënshëm. Po, të ngrënshëm dhe të vendosh. Sa kemi ati? 8. 2, 4, 6, 7. Mirë, s'ka gjithë të presim dhe një pak nga tjetra. Okej. Pra, me ndihmën e fetave të limonit, i vendosim ashtu në pjesën boshe të hapësirës së kungullit, edhe për aromë, edhe për shije. Edhe që gjatë zjerjes të qëndrojë mbushja brenda. Me që kështu tani këto të dy e kam bashkë dhe ja i vendosa kështu dhe s'ka nevojë të vë as dhe tjetër. Ashtu. Janë në rregull. Bukuri. Tjetra. Ç'do bëjmë tani atë salcën? Po. Okej. Portokall.
që mos më bëjnë ashtu, do t'jap një shplarje dhe erdha me vrap. Shumë mirë. Lexojmë pak recetën e kungujve. Shpejt, me qenë se jemi në fazën e fundit ku do të vështojmë këtë salcën dhe do t'i vendosim në sopë për të zier. Kunguj të mbushur me oriz edhe thjerza na duhen 8 kungulleshka, 1 filxhan thjerza, gjysmë filxhani oriz, 1 qep mesatare, 1 tuf kopër, majdanoz, krip, piper, vaj. Për lëngun që do bëjmë tani na duhet 1 filxhan ujë, gjysmë limoni, gjysmë portokalli. Shumë mirë, Mira. Okej. Ja, portokallin e kemi pa fara dhe edhe nuk përdorim fare shtrysen. Gjysmë portokalle dua. Pas ka qenë një farat. Më gënjeu. Të hedhim këtë që kemi të... E kemi përdor cipën dhe kështu. Si që themi gjithmonë, në kuzhinë dhe shtëpi nuk çojmë asgjë dëm. Do të shtojmë pak vaj. Këtu ishte momenti nëse doni që mund të shtoni pak vaj ulliri. Këtu mund të shtojmë pak vaj, okej. Do t'i shtojmë edhe pak ujë. Ne do t'a vendosim tani. Asgjë më shumë. Jo, Temperaturë lartë e ullët si duhet bërë? Në një temperaturë mesatare. Fillimisht, si gjithmonë, duhet të vendosim temperaturën që të rrisë, do me thënë të marrin vlim. Pasi kanë marrë vlim, fillojmë, do me thënë, edhe ashtu. Mirë është që të vendosim edhe një pjatë. Kështu, Një që ti pjatë. mbajtë pa lëvizshme, si që bëjmë e japrakët. Si puna atyre, domave, po edhe sikur nuk është problem, po që të peshoj. të mbaj i peshon edhe... Ska se, ato do fillojnë do ulen me njëherë nga temperatura, do lëshohen, kungujt zbuten shumë shpejt. E vendosim tani atje, për këtë me ruanil atje dhe unë të heqë pas tretryezën. Të falenderoj. Si do ishte temperatura, në fillim e lartë, besoj. E lartë si gjithmonë edhe pastaj e ulim. Pastaj e ulim rrugës. Faleminderit. Mirë, ne do të kemi, besoj, shumë pak kohë, 1 minutë, aq sa mendoj nuk është e nevojshme të nisim asgjë, por thjesht të lexojmë 2 recetat që do të sjellim tek ju kur të kthehemi në pjesën e dytë. Nëse ju i keni këto përbërës në shtëpi, se besoj janë shumë të thjeshtë dhe mund t'i keni specat, kosin, vezët, edhe e mielin, pse jo të mos i përgatisni bashkë me ne. Kështu që shohim në ekran recetat e tjera, të dyja. Pite me kos, 500 gram miell, 1 vez, 2 lugë vaj, 1 filxhan kos, 1 lugë sot buke, krip dhe vaj për skuqje. Ndërsa receta e specave me krem kosi do të përgatitet me 1 kg speca, speca të vegjël thakati, pastrojnë mirë nga farat, 500 gram kos, 1 lugë miell, 1 vez dhe vaj për skuqje. Prandaj thash që mund t'i bëni pse jo që sot dhe pse jo në të njëjtën kohë me ne, se madhëmendja nuk është e nevojshme të dilni të bëni pazar se kam përshtypjen i keni në shtëpi këto përbërës. Nëse nuk kanë speca mund të hidhen te dyqani i afërt, blesë. Hidhuni te dyqani i afërt sa të bëjmë një shkëputje edhe i bëjmë bashkë. Ne këte nga studio, ju nga shtëpia, dhe në thoni se si do ju dalin. Bukuri. Ndërkohë, ne ndahemi këtu, kthehemi pas fleshit informativ të orës 9:30. Janku, jemi në studio për sëri, mendoj se jeni duke na pritur sepse recetat e sotshme, si çdo ditë fundja, janë për t'u mësuar, për t'ju ngacmuar pak me ide dhe për t'i gatuar dhe shijuar edhe ju në shtëpitë tuaja. Çfarë do të bëjmë tani? Atëre, unë mendoj që të filloj me specat, me fërgesën faktikisht, pastaj sa ato të na bëhen specat, do të bëjmë atë brumin e piteve. Edhe do t'i kemi pothuajse njëkohësisht. Ndërkohë që neve gatimin e kemi vënë përgjedhë në pjatën kryesore, është duke pregatitur, e kemi vendosur atje dhe vazhdon vlimin. Këtu dëgjohet edhe zhurma e... Kështu që filloj me specat. Specat sigurisht që duhet i kemi të thata, të fshira pasi ashtu, që mos kemi lëngje, që mos na kërcasin. Nuk e di se sa i kemi fshirë ne, se mos... Jo, të thata janë të thata. Janë okej. Tani, vaj do të hedhim sa të zej fundi i kësaj, do me thënë, nuk hedhim edhe shumë vaj, do hedhim një pjesë të vajit fillimisht dhe shikojmë gjatë rrugës, nëse kemi nevojë për më tepër. Të na marrim pak temperaturë dhe fillojmë dhe i rreshtojmë specat të gjitha në tigan. Dhe më mbrapa fillojmë edhe përgatisim edhe këtë, kjo jena këtu do të na duhet, bashkë edhe me kosi, se këto janë të fërgesës, dhe do të na duhet edhe një kokër vezë këtu. Për fërgesën? Për fërgesën.
Edhe një kokër fez. Dhe i kemi... Le t'ja lëm këtu fërgesës. Lëm kështu, grup, së bashku për bërësit e vetë. Edhe mos t'i harojmë. Tani, fillojmë këtë recetën tjetër, faktikisht të mbaj të mielin. Le t'ja lëm fërgesës. Shiko, tani një gotë kos them unë, 2 lugë vaj dhe një kokër vezë. Miell aq rreth 350-400 gram. E po mirë, do duhet të hapim tjetrin, sepse ai nuk na del. Tjetrin se do të na duhet edhe për atë. Për fërgesën, po. Kështu që ja, gëshërët i kemi të vendi. Nuk i kemi haruar sot. Ja, ndodhë që ndonjëherë nuk e dim ku i kemi, po dhe zakonisht e ndodhë të premten. Kjo është... Ose të hënën. Po, ose të hënën. Kur është bëra i pauza e 2 ditëve. E kemi, do me thënë që e mbyllim ditën. Kështu... Atëherë, do filloj me kos vez? Apo direkt? Kos vez, faktikisht. Të hedhim një vez fillimisht. Veza është e para, vjoj më tej. Do të shtojmë kosin me njëherë. Do të shtojmë edhe sodën. Kemi këtu krip edhe sodë. Që do të thot, marim këtë lugën tjetër. Mirë është i pastojmë që mos tjenë të lagura. Hedhim, themi një lugë të qajt, e një lugë e qajt është kjo. Pa. Soda. Edhe një lugë të qaj do të hedhim, s'ka problem tani që ashtu është nga soda, hedhim edhe kripë. Lëm diku këtu. E përzije. Duke shtuar dhe një 2 lugë vaj. Faleminderit tani. Të lutem. Kjo është, do me thënë, baza e piteve. Tani në bazë të kosit, të vezës, edhe të vajt që kemi hedhur, do shtojmë edhe mielli. Sa të na bëhet një brum. Po e pam që na iku pak më tepër miell, nuk ka problem se mund të shtoni pak ujë. Pa. Por duhet të bëni një brum. Po, Anila, kemi thënë? Jo, nga ty. Ja të tua më përsëris janë që me brumin nuk duhet me rakosemi shumë për sasit. Po, morë se këto gatime tradicionale janë se nëna do me thënë edhe kur s'kishin kost mjaftueshëm, shtonin pak ujë edhe e bëni. Shto ujë, shtoj miell. Ashtu. Si që shpreja. Ashtu e bëni, se kishte rasti që se kishin kostin tamam edhe ne bënin hidhin edhe ujë edhe na i bënin. Nuk është ndonjë gjë që do pak miell tani kjo akoma. Por sa të hedh miell do të shtoj tani specat me radhë këtu. Po, specat janë të fërgesës, pra le të bëjmë një ndarje të recetave, se ndonjëherë ndoshta, duke qenë se ne gatuajmë paralelisht shpeshherë për 2 ose 3 gatime, mund t'ju krijojmë ndonjë lloj konfuzioni të vogël. Megjithatë, tani jemi tek skuqja e specave që janë për fërgesën, një fërgesë me miell, me kos, me vezë dhe me speca, shumë e shijshme. Një pjatë tipike pranvere. Na erdhi me njëherë sa hodhëm specat. Specat në tigan, po. Ndërkohë po bëjmë edhe brumin e piteve, ndërsa në tenxhere janë duke u zier kungujt e mbushur, një mbushje ndryshe me Anila të lutem me ulin pak temperaturën, po. Sa e duam? Te 5. 5, në qova. Shumë mirë, faleminderit. Tani këtu shtojmë edhe pak miell. Edhe do ta shikojmë tani se sa do na duhet, se sigurisht pastaj më mbrapa do të përdorim, do të bëjmë me dorë. Po. Sa mund ta ndihmoj me lugë, pastaj do përdorim duart e pastra. Patjetër. Ashtu si bënin dhe nëna dhe gjyshet tona me duar. Brumi punohet me dorë dhe jo me doreza, sepse ç'është e vërteta, dora ka temperaturën, në një temperaturë konstante, që atë do dhe brumi që të punohet mirë edhe të ngjeshet, edhe të ngrohet. Të ngrohet. Pastaj dorezat në brum, do duhet të merremi me shitjen e brumit nga dorezat pastaj. Në rregull, besoj se do ta kem në rregull. Tani të shikoj për punën e specave. Kurse unë shikoj recetat në ekran bashkë me ju. I rikthejmë shpejt e shpejt
Kunguj të mbushur me oriz dhe thjersa na duhen 8 kungulleshka, 1 filxhan thjersa, gjysmë filxhani oriz, 1 qep mesatare, 1 tuf kopër, majdanoz, kri piper dhe vaj. Lëngu që i është shtuar brenda në tenxhere është 1 filxhan ujë, gjysmë limoni dhe gjysmë portokalli. Janë lënë në zjerje, do të qëndrojnë dhe për disa minuta, fillimisht me temperaturë të lartë, më pas duke ullur temperaturën dhe do të shohim deri në fund se si do të jetë kjo pjatë e shërbyer, shumë e shishme. Pite me kos po bëjmë tani dhe jemi tek brumi që po e bëjmë me rreth 500 gram miell, 1 vezë, 2 lugë vaj, 1 filxhan kos, 1 lugë me sot buke, 1 krip dhe vaj për skuqe. Dhe një fërges për mbyllje do të bëhet me 1 kg speca, 500 gram kos, 1 lugë miell, 1 vezë dhe vaj për skuqe. Sigurisht që ju i përshtasni vetë këto masat, ose ndoshta 1 kg speca mund të jenë shumë, po megjithëse specat hahen. Specat edhe ashtu të skuqura, do me thënë është gatimi më i mirë dhe më i shishëm për tani që nga pranvera dhe gjatë gjithë verës. Po pra. Është, si thuash, shkojnë edhe në sallatë, edhe të pjekura, edhe të skuqura thjesht, edhe të mbushura me gjizë, të mbushura me gjizë veze, domate të grirë sipër, mirë. Në ndonjë copë hurë. Kështu i sollëm ca receta me speca ndërkohë që bëjmë brumin. Pak sfare të zbutuar, se duhet, dhe me thënë, as i plot. Ja. Tani u bë tamam, një brum elastik. Sa të rregullojmë do me thënë neve specat, edhe ky do bëhet gati. Bukurim. Ja kështu. Do ta lëm të vi? Ta lëm pak të pushoj. S'ka nevojë, do me thënë gjithmonë kur përdorim sodë dhe këto gjëra nuk ka nevojë të qëndroj shumë. Thjesht pak sa të qëndrojt, si të themi neve të pushoj, ashtu si që e themi fjallën e duke. E lëm brumin të pushoj, i rikthemi specave, ndërkohë që këtu besoj duhet lënë ende, nga kapaku dallohet që ka lëng, nuk rrezikon të na ngjisi gjë këtu ka ti, jo, në temperaturë të ulët, do ta shihni. Ja, kjo është pamja, i kemi vendosur një pjatë nga sipër. Ka lëng, ende, ka një aromë shumë të mirë. Do ta shohim pas pak se i kemi mbuluar kungujt. A e të keti që kanë specat, shien e kanë shumë të mirë. Por, kërçastin. Sa do të thata që kishim ne që kemi fshirë edhe me pecet edhe me këtë gjë, prapë ato e kanë të kësitjen. Duan kujdes në skuqe. Kanë dalë ca rjeta që i vendosin lartë, se po të vendosim kapak me thënë të drejtën, kërcasin akoma dhe më shumë nga bursat e ujit që krijojnë. Dhe tjetra nuk është se dua që të vendosim kapak se më zbuten shumë dhe më bëhen të zjera, kështu që i dua të jenë kështu. Do na bëhet pak vëndi neve me yndyrë, po s'ka gjë, e pastrojmë, por në fund të fundit do shijojmë specat të shishme dhe të mira. Dhe specat, si që dim, prandaj dhe marrim edhe speca shumë ngjyrshe, do t'ishte më mirë, sepse se cila spec ka vlerën e vetë ushqimore, sidomos specat me ngjyrë të kuqe kanë vitaminën C më shumë nga të gjitha llojet e specave dhe janë shumë të shishme dhe të shëndetshme. Kështu që merrni ngjyra, tani edhe në treg i gjeni, se dhe unë kështu i gjeta dhe i zgjodha specat më të vogla, atë që ju thash në fillim fare, që më të voglat janë edhe më të shishme. Tani, sa tham gjithë këto neve, që çfarë tham, sa ndonjë gjë të re, do të hedhim specat. Po, do të hedhim një kokër vezë. Do të hedhim edhe një lugë miell. Po. Vezë dhe miell. Tani të hedhim nga ky, të hedhim nga tjetri që kemi hapur. E njëjta gjë. Ato i bashkojmë bashkë në pastaj edhe ruajmë një nga pakot, sepse paketimi i Olës na siguron një ruajtje të mirë të miellit edhe kur na tepron. E përzim që të shkri mielli, të shkri, do me thënë të lidhet. Të tretet, po. Të bëhet, do me thënë një mas kremoze bashkë me vezën dhe pastaj do shtojmë edhe kosin që po aty. Ta ndihmojmë, po. Tu bëhet kjo salsa, do t'i hedhim kripe dhe piper këtu brenda tani. Ja, e shiko, u bë një masë homogene, do me thënë.
nuk ngelet mielli veças. Tani hedhim dhe kosin. Nuk do ta hedh të gjithin se s'kam shumë speca unë për masën që kam, është e mjaftueshme. Bëhet shumë e mirë. E heqim pak tani që të më bjerë pak temperatura në momentin që do hedhim kosin, sepse nuk do që të më pritet kosi. Dhe kështu që e ndihmojmë në këtë moment që e largojmë pa. E largojmë. Hedhim tani piper hidhni sipas dëshirës. E unë jam shumë saktë. Po mëse s'është shumë. Shumë është. Kap një kapje. Një kapje është. Edhe një kapje krip. Ja. Tani e hedhim. E hedhim e këtë më mirë. E kthejmë përsëri tiganin në... Po, do ta kthejmë, patjetër, por e nxjerrim fillimisht që mos ta hedhim direkt në temperaturë, do me thënë që ka të ngrohtë shumë. E hedhim kështu dhe pastaj do ta kalojmë prapë. Ndërkohë, në ndihmoni pak edhe me kohën. Kemi 8 minuta kohë. 8 minuta, jo shumë mirë. Ja, të pjekim petur. E pra, për pitet, atë mëra kisha edhe unë, që të bëjmë edhe disa pite, të kemi mundësi të pjekim edhe të shojmë se si do t'jen edhe të përfunduara dhe besoj do të kemi gati edhe kungujt. Jemi në rregull për pjesën e kësaj. Ato tani e lë me temperaturë të ulët, besoj? Të ulët, thjesht atë që në kamera të pastrojnë çik vendin aty, edhe këtu. Ku e duam, te pesa? Jo, vëje tani një çik më tepër. Sa të marri. Se tani raju temperatura, nuk ka problem. Edhe aq më mirë i bëri tani, që ashtu. Edhe nuk duaj që të vendosim lugën tani, do ta bëni një lëvizje të tillë, që të hyjë, domethënë, ai kosi në brendësi, edhe të lidhet me specat dhe të piqet. Ndërkohë, unë marr edhe tiganin tjetër tani ta vendosim që të ngrohet vaj për të skuqur, se ato thjesht do i skuqim. Okej. Kemi lënë brumin për të pushuar, do bëjmë pitet tani. Okej, në cilin krah ande do qëndrosh? Ku ke më shumë... Do tërheqim atë tenxeren. Po mos të pengon, në kënë qikë si largë. Shko kungu i duhe lënë akoma, thua? Se mu t'i heqim? Jo, ja, këtu do t'i ashtu unë, se e kam mirë në regull, edhe si kur të ashtu, do i vëm pak temperaturë këtu të pjesë e kungu. Në regull, tjedi, se ta kesh më barë. Ashtu, në regull, janë në regull e kemi. Në regull, ajo ka temperaturë. Bërë se vajt lutem ani. Vajt. Falenderit. Të lutem. Edhe, ja. E hedhim vaj këtu, do pak vaj kjo, do me thënë. Se nga to pitet që nuk thithin vaj, sepse nga që kemi hedhur vaj brënda, nuk do nga thithin aq shumë vaj, dhe mënyrë se si do t'i përgatisim, do t'kenë shumë vaj. Kështu që do t'a lëm tani që të marri temperaturë dhe unë do t'i hap me dorë. Disa këto i hapin, do me thënë, me pec. Por në mënyrën tradicionale kështu i bënim neve. I kapnim dhe i bënim shumë me dorë dhe bënin ato format, do t'i tregojmë. Që në bukur edhe kur janë ashtu të çrregullta. Janë të çrregullta, nuk janë ato të hapura me dorë, me pec. Ta shoh një çika lim dhe ta servirim atje. Fërgesën? Po. U bë, shumë mirë. Janë një lëvizje të tillë thjesht. Të marrin që këshu. Tani ajo që unë dua të hedhë, u hedhë unë një qikë majdanozë, qikë kopër, ja hedhim tani në momentin këtu dhe pasaj do t'i hedhim edhe pak gjatë servirjes. Çfarë të kemi? Kopër, majdanozë, janë gjëra do me thënë që i shkojnë. Akoma ka që u pëlqen shumë edhe rigoni, nene gjiku. Janë do me thënë erzat që i shkojnë. Nuk ka hedhë, si atë soptoj shumë fare, kështu se do hedhe pastaj në momentin që do t'i vendosim. Ta lë edhe pakës. Shumë mirë. Edhe ja ta lëm pak këtu tani. Unë do ta fiks tani temperaturën e sobës, nuk ka nevojë që të ashtu. Edhe do bëhet në temperaturën e sobës, aq sa të... Me nxehtësinë që ka mbetur. Ashtu, dhe ta kemi gati pastaj për ta serviruar. Ndërkohë, kalojmë këtu për pjesën e petullave, të shikojmë se si jemi me vajin. Si është me vajin. Nëse do në qikove vaj, le të heqim këtë kungujt.
të ndihmoj, të lutem pecetën Anila. Urdhra. Kujdes, ajo tani është shumë e nxehtë. Janë zirë. Vendos atë pjatën njerë sa të ftohet. Janë bërë, Po, ndjej atë aromën e... shumë të mirë e ka. Është tani ajo që ngelet edhe këtu kemi nevojë për kopër majdanos, që e hedhim. Qeshtaj, po. Edhe këtu kam dhe pak vaj ulliri. Atë që thash në fillim fare, për të marrë atë shijen përfundimtare. Pak vaj. Edhe të lutem Anila të filxhanin që kam atje. Me erza të freskëta. Bra. Faleminderit. Të lutem. Dhe ndërkohë, besoj edhe vajin do ta kemi Tani nuk ka nevojë më të ketë temperaturë. Thjesht ta lëm të ftohet. Sa kemi akoma, sa kohë kemi? Ajsa për të bërë 1 ose 2 pite dhe për të vendosur edhe forgesën edhe kungujt në pjatë, sepse jemi në 2 minutë në fundit. Atëre, të fillojmë me këtë pjesën e pites. Thjesht bëjmë 1 ose 2 sa për t'i parë nga shtëpia dhe pastaj të tjerat i bëjmë për shefin ton gjatë reklamave. Do t'i punoj me duar, pra. Kapim këto anët. Anët kështu. Edhe ajo bie vetë pesha. Thjesht nëse e shikoni që është pak i butë brumi, që e duam t'jetë pak i butë, lagni pak ose me vaj, duart, ose edhe me pak të zmija, po më mirë me vaj. A shërbejmë forgesën edhe? Do shërbejmë këto dhe sigurisht që do t'i... Ja, kam këtu këtë. Të se virë forgesa. Shumë e mirë duket. Jashtëzakonisht e mirë bëhet, edhe e shishme, tani një bukë të ngrohtë, edhe bëft mirë. Po, ashtu si shte Anil. Ju bëft mirë. Ta lëm ku, s'ka problem, nuk po e tepër. Pak vaj ulliri edhe këtu. Do t'ishte, hidhi pak Anil. Shumë mirë, le të servirim edhe ato kongujt dhe t'i vendosim këtu te kjo. Atëre, edhe kungujt në pjatë. Vendosim këtu për para që të kemi mundësi t'i shohim. Të shmangim. Po, se do të filloj pa. Ka filluar goxha. Ndërkohë, bëjmë dhe diçka tjetër, rregullojmë tiganin këtu, se ndonjëherë këto shtynë edhe njëra tjetrën edhe me zor bëhet skuqja apo pjekja. Si duket? Shumë të mira duken Anila. Ja. Mendove nga që nuk po flisja, ha? Jo, unë e di që ti kur bëndo një punë përqëndrohesh aty, ti s'më kthen përgjigje mua. Vaj ulliri. Kur jenë. Se më kulloj pak mua, kështu që po ta afroj kështu. Që kështu dhe me thënë që të ketë që kje shilëk, se në fundi kopëra Ja, ku e kemi dhe vaj. ajo që ka qënë... Katim, po më njoftojnë që me kohën jemi në përfundim, nuk di nëse do mund të nxjerrim të paktën një pite të pjekur. Ato themi, po pëse s'na mori kjo neve. Po s'mori pra se e kishim lënë te 5 sa vajnë. Si s'na mori kjo neve. Njerë. E, ka marrë. Po mori u zhit në vaj të ftohtë. Po. Vaj duhet jetë i nxehtë kur vendosim piten. As i tepruar, merr temperaturë vaj, nëse shikoni që kalon atë temperaturën, duhet me patjetër pastaj të ulet, që të kemi një temperaturë mesatare, pastaj më mbrapa për t'i përgatitur. Megjithatë, pjatën tjetër të lutem Anila, kërkoj ndjes sepse sot të kam lodhur tutje tu. Jo, mua më pëlqen kur
angazhohen dhe jo vetëm të them shoh. Anvisave që me kosin edhe me vezën bëjnë shumë të buta, pite shumë të mira, konsumojnë kështu si që janë, por sigurisht me djath bëjnë akoma, do me thoni shoqëruara me djath, bëjnë akoma edhe më të mira. Kështu që mund t'i pregatisni për mëngjes, hajta bëjmë edhe një, nuk e di si jemi me kemi ko? Nuk kemi, nuk kemi ko. Me gjitha të ne kuptuam si bëhet brumi edhe skuqja, kështu që të lumshin duart Katerina, të uroj një fundjavë shplodhëse. Edhe për ju zemër, faleminderit dhe ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një fundjavë sa më të bukur dhe miru takofshim këtu të hënën bashkë me Anilën. Patjetër, fundjavë të mbarë të këndshme edhe për ty. Të hënën ritakohemi në kuzhinë bashkë pas publicitetit.